Kur ora shënonte 1:30 pas mesnate, Aranit Kurti, 23 vjeç dhe shoku i tij Daniel Pepa, 21 vjeç, hynë në këtë lokal që shihni në pamje dhe kërkuan kafe. Lokali është pjesë e karburantit Gega Oil dhe shërben 24 orë në rrugën kryesore të Manzës. Ulur në tavolinë gjendeshin kamarieri i lokalit, Alteo Pepa, 21 vjeç, dhe miku i tij Flori Paluçi, 33 vjeç. Kamarieri u ka thënë se ekspresi ishte fikur dhe se nuk mund të përgatiste kafe në ato orë të vonë. Kjo përgjigje ka irrituar dy të rinjt, të cilët kanë filluar të debatojnë dhe të shajnë kamarierin me fjalë fyese. Në atë moment, sipas dëshmisë së kamarierit, ka ndërhyrë Flori Paluçi, duke i thënë Aranitit dhe Danielit që të mos e fyenin. Nga debat verbal përfundoi në grushte, shkelma dhe armë. Të rinjt janë ngritur nga tavolina, kanë dalë jashtë lokalit dhe aty situata ka agravuar. Sipas dinamikës paraprake të ndërtuar nga grupi hetimor, i pari ka qelluar me armë Flori Paluçi, i cili ka hapur zjarr ndaj Aranit Kurtit, duke e lënë të vdekur në vend. Në ato momente, Daniel Pepa ka marrë një armë zjarri, pistolet, të cilën ende nuk dihet nëse e kishte në brez apo në makinë, dhe ka qelluar drejt Paluçit duke e lënë të vdekur në vend. Të dy vrasjet kanë ndodhur jashtë lokalit. Pas krimit, Daniel Pepa është larguar nga vendngjarja edhe pse stacioni i policisë së Manzës ndodhet përballë karburantit në një distancë 30 metra. Kur policia mbërriti në vendngjarje, gjeti vetëm kamarierin, i cili u shoqërua dhe u mor në pyetje në komisariat. Gjithashtu u sekuestruan kamerat e sigurisë së lokalit dhe karburantit dhe u mblodhën gëzhojat. Në vendin e ngjarjes, policia gjeti një armë zjarri. Në dëshminë e tij, kamarieri Alteo Pepa ka treguar për hetuesit se Daniel Pepa, me të cilin nuk ka lidhje farefisnie, i kërkoi kafe. Ai shoqërohej nga shoku i tij Aranit Kurti. I thash që s'ka kafe sepse ekspresi është fikur që në orën 12. Ai u acarua dhe nisi të më ofendonte. Në atë moment ndërhyri Flori që më doli mua në krah. Debatuan me Danielin dhe dolën jashtë për t'u sqaruar, ka thënë 21 vjeçari në dëshminë e tij. Përpos kamarierit, policia ka pyetur dhe persona të tjerë në cilësinë e dëshmitarëve, të cilët nuk kanë dhënë shumë detaje. Ndërsa kushëriri i viktimës thotë se ka të vështirë të besojë se ai u vra për një kafe. Po në 4 ditë rënë prapë dhe si nodhin, që të bësh? Ishte njifja, ku pas kushëri bile. Kushëri. Mo të tje, o nuk di që janë mani. Vetëm ku marrë vesh bile në televizor, se kështu nuk... Ka ndodhur ngjarje, thotë mos u afro dhe kombet atje derisa ka ikur policia. Ai njihni këta çunat që u vranë sot? Jo, nuk e di. Nuk e di. Njëri nga Maza po nuk rrin gjatë. Sa kaq burimet policore bëjnë me dije se Flori Paluçi nga Hamallaj ishte me precedent penal, i arrestuar më herët për tentativë vrasjeje dhe njihej si person problematik. Po kështu autori i dyshuar Daniel Pepa, i shpallur në kërkim, është person problematik në Manzë, i dyshuar për plagosje të mëparshme. Policia po vijon kërkimet për kapjen e tij, ndërkohë që prokuroria pritet t'i thellojë hetimet. Nuk përjashtohet pista e konflikteve të vjetra, pasi 4 të rinjt banonin në të njëjtën zonë dhe 2 prej tyre ishin të armatosur.